Shtyhet seanca gjyqësore për rastin e llotarisë shtetërore, mbrojtjes si duhet më shumë kohë. Vendimi i ri i Komisionit Rregullator të Energjetikës, shtrejtohen derivatet e naftës. Paralajmërohet protestë transportuesve, Ministri Nikolovski paralajmëroi marrëveshje bilaterale me vendet e Schengenit. Mjekët thonë se temperaturat e larta u shkaktojnë probleme të sëmurave kronik, më të prekurit janë fëmijët. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja, edhe pse ishte planifikuar, nuk është mbajtur seanca gjyqësore për rastin e llotarisë shtetërore, kundër të akuzuarit është edhe ish-zëvendës kryeministri Artan Grubi. Gjykatësja Biljana Shuplinovska-Jovevski sqaroi se shtyerja është e nevojshme që të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre të kenë kohë të mjaftueshme për të shqyrtuar provat e dorëzuara. Është shtyrë seanca kryesore për lëndë për keqpërdorime të dyshuara në SHA llotarie shtetërore. Kundër të akuzuarit është edhe ish-zëvendës kryeministri Artan Grubi dhe 7 persona të tjerë. Gjykatësja Biljana Shuplinovska-Jovevski sqaroi se shtyerja është e nevojshme që të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre të kenë kohë të mjaftueshme për të shqyrtuar provat e dorëzuara, për të njohur me përmbajtjen e tyre, për të përgatitur mbrojtjen dhe për të dorëzuar listën e provave që propozojnë të administrohen gjatë procedurës. Seancat e radhës, siç njoftojnë nga atje, janë caktuar për shtator dhe tetor. Aktakuzën e përfaqësojnë prokurorët publik Daniel Kocev dhe Aleksandr Davchevski. Prokurorët kanë paralajmëruar administrimin e 231 provave materiale, ekspertizave dhe dëshmive të 7 dëshmitarëve. Së bashku me grupin, në këtë rast janë gjithsej 8 akuzuar. I akuzuar i parë është ishte drejtori i përgjithshëm i lotarisë shtetërore Përparim Bajrami, i cili është në arati dhe ndaj tij gjyqi zhvillohet në mungesë. Të gjithë të tjerët janë të pranishëm dhe sot u paraqitën në sallën e gjyqit. Mes tyre janë ish-sekretari i përgjithshëm i qeverisë Metodi Adimovski, si dhe 5 anëtarë të bordit mbikëqyrës të llotarisë shtetërore. Aktakuza për këtë rast është dorëzuar më 13 gusht. Bëhet fjalë për propozim akuzë dhe gjykimi do të zhvillohet sipas procedurës së shkurtuar. Kujtojmë se Prokuroria Themelore Publike Shkup më 13 gusht 2026 ka ngritur akt akuzë kundër gjithsej 8 personave si bashkëkryes të veprës penale, keqpërdorim i pozitës dhe autorizimit të zyrtar, nga neni 353 paragrafi 5 në lidhje me paragrafin 4 dhe paragrafin 1 të kodit penal, për çka parashihet dënim me burg prej më së shumti 5 vitesh. Të akuzuarit dyshon se gjatë viteve 2023 dhe 2024 bashkarisht kanë ndërmarrë veprime me të cilat i kanë tejkaluar kufit e autorizimeve dhe detyrave të veta të posaçme me qëllim që të dëmtojnë në llotarinë shtetërore në vlerë të 8.2 milion euro. Për Artan Grupin është propozuar vazhdimi i masës së mëparshme të caktuar të arrestit shtëpiak, e cila ishte caktuar së bashku me masën e kujdesit, marrjen e përkohshme të dokumentit të udhëtimit dhe ndalimin e lëshimit të dokumentit të udhëtimit ose dokumenteve të tjera për kalimin e kufirit shtetëror. Grupi u arrestua në shkurt të këtij viti në pikën kufitare Blac, pas më shumë se 14 muajsh i pakapshëm për organet të ndjekjes. Në vend të paraburgimit efektiv, ati ju caktua arrest shtëpiak për arsye sigurie. Prokurori publik kompetent ka propozuar që edhe për të akuzuarit e tjerë të caktohet masa kujdesi, detyrimi për të paraqitur periodikisht në gjykat, marrja e përkohshme dokumentit të udhëtimit ose dokumenteve të tjera për kalimin kufitar shtetëror, si dhe ndalimi i afrimit ose vendosjes, përkatësisht mbajtjes së kontakteve apo lidhje me persona të caktuar. Përfaqësuesit e partive politike kanë komentuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme. Lideri i LSDM-s Venko Filipçi ka deklaruar se partia e tij është e gatshme të përballet me zgjedhje edhe nëse ato shpallen që nesër. Në VMRO DPMN akuzojnë Filipçin se u shmanget zgjedhjeve pasi sipas tyre ai e di rezultatin që e pret. BDI, ASH dhe Lidhja Shqiptare vazhdimisht kërkojnë zgjedhje, ndërsa nga partia në pushtet Vlen theksojnë se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje.
Debati për zgjedhjet të parakohshme parlamentare ndërmjet partive politike nga dita në ditë po intensifikohet. Lideri i LSDM-s Venko Filipçe ka deklaruar se partia e tij është e gatshme të përballet me zgjedhje edhe nëse ato shpallën që nesër, por nuk do të pranojë të përdoren si alibi për kalkulimet politike të Christian Mickoskit. Filipçe tha se kryeministri nuk ka nevojë për mbështetjen e LSDM-s për të vendosur për zgjedhjet të parakohshme, pasi disponon shumicë prej 2/3 në kuvend dhe me pushtet absolut. Ne jemi të gatshëm për zgjedhje, edhe sikur të mbaheshin nesër, ne jemi të gatshëm për zgjedhje si me ekipin ashtu edhe me programin, me master planin për Maqedoninë dhe marrëveshjen me qytetarët, të cilët do ta prezantoj gjatë muajit shtator. Për zgjedhje jemi të gatshëm kurdo që të mbahen, por ne nuk do të jemi alibi. Christian Mickoski ka 2/3 në kuvend, ka pushtet absolut. Ai mund të shpallë zgjedhje kur të dëshirojë. I mënjhershëm ka qenë reagimi i VMRO të PMN-s, të cilët e akuzojnë Filipçen se u shmangë zgjedhjeve, pasi sipas tyre ai e di rezultatin që e pret. Është e qartë se Venko Filipçe dhe LSDM-ja po i shmangen përballjes me qytetarët sepse e din fare mirë se çfarë rezultati i pret. Në vend që të kërkojnë vazhdimisht zgjedhje, le të përballen me qytetarët dhe të marrin verdiktin e tyre. Në fund, qytetarët janë ata që do të vendosin dhe do të tregojnë se kush gëzon mbështetjen e tyre. Kujtojmë se për zgjedhjet e parakohshme parlamentare edhe partitë e bllokut shqiptar kanë mendime të kundërta. Partitë opozitare, duke përfshirë BDI-n, ASH-n dhe Lidhjen Shqiptare të Zjadin Selës, vazhdimisht kërkojnë zgjedhje, ndërsa nga partia në pushtet vlen theksojnë se vendi nuk ka nevojë për zgjedhjet e parakohshme, pasi sipas tyre duhet vazhduar me projekte të cilat ata i kanë filluar. Çmimet e derivateve të naftës arrin kulmin, dizeli madje arrin në numra 3 shifror. Komisioni Regulatori i Energjetikës ka sjellur vendim me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatërisht 2.62%. Siç njoftojnë nga KRE, dizeli nga 98 denar për litër sa ishte do të rritet në 101 denare gjys për litër, që është edhe rritja më e madhe prej 3 denare gjys për litër. Benzina Euro Super BS 95 nga 91 denare gjys do të rritet për 93 denar, ndërsa Euro Super BS 98 nga 93 denare gjys do të rritet në 95 denar për litër. Rritje do të ketë edhe te vaji ekstra i lehtë për anvisëri, i cili nga 98 denare gjys shkon në 100 denare gjys për litër. Transportuesit nga Maqedonia e Veriut kanë paralajmëruar protest me 31 gusht në Shkup kundër kufizimit të qëndrimit të shoferëve profesionist në zonën Schengen. Qeveria ndërkohë thotë se po punon për zgjidhje përmes marrëveshjeve dypalëshe me vendet anëtare. Shoqata e transportuesve të Maqedonisë ka paralajmëruar një protestë 2 orëshe më 31 gusht para delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup për shkak të kufizimit të qëndrimit të shoferëve profesionist në zonën Schengen në 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh. Ministri për Transport dhe Lidhje, Aleksandar Nikolovski, tha se qeveria po ndërmerr aktivitete për gjetjen e një zgjidhje përmes marrëveshjeve bilaterale me vendet anëtare në zonën Schengen. Ai tha se bëhet fjalë për rregullat në zonën Schengen, ndërsa vendi planifikon të nënshkruajë marrëveshje dypalshe me vendet anëtare të zonës Schengen. Sipas tij, vendi tashmë ka arritur marrëveshje me disa vende, ndërsa në periudhën e ardhshme do të punojnë intensivisht edhe për marrëveshje me vende të tjera. Gjatë shtatorit është e paralajmëruar një takim i nivelit të lartë me qeverinë austriake, ndërsa gjatë tetorit me qeverinë slovene. Ne synojmë në përgjithësi të mbulojmë rrugët ku tradicionalisht transportuesit maqedonanë udhtojnë më shpesh. Me Zvicrën tashmë kemi marrëveshje, me Kroacinë kemi marrëveshje, ndërsa me Rumaninë gjithashtu kemi marrëveshje. Siç thash, vendet e radhës për bisedime janë Austria dhe Slovenia, ndërsa po punojmë gjithashtu edhe me Gjermaninë.
Me hyrje në fuqi të sistemit të ri të hyrjes dhe daljes nga Bashkimi Evropian, shoferët profesionist të kamionëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor që nga fundi i vitit të kaluar janë përballur me probleme. Pasi, sipas këtij sistemi, transportuesit regjistrohen si turistë dhe mund të qëndrojnë në vendet e BE-s më së shumti 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh. Për këtë, shoqata e transportuesve ka paralajmëruar se më 31 gusht do të protestojnë nga ora 12 deri në ora 14 me pjesëmarrjen e të paktën 20 automjeteve, si dhe të një numri të madh transportuesish, shoferësh dhe punonjësish të tjerë nga disa qytete të vendit. Protestat të njëkohshme janë paralajmëruar edhe në Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Maltezi. Ullëkryqi dhe ura e premtuar në hyrje të Sarajit nuk duket askund. Kryetari komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, në muajin prill kishte deklaruar se tenderimi për këto projekte do të shpallej për disa javë, megjithatë kanë kaluar muaj dhe punët nuk duken askund. Ky është udhëkryqi ku është paralajmëruar ndërtimi i një ure të re dhe një rrethrrotullimi. Projekt që sipas kryetarit të komunës së Sarajit do të zgjidh problemin e komunikacionit në këtë zonë, por ndonëse tenderimi është paralajmëruar prej muajsh, punimet ende nuk kanë filluar. Prej vitesh, ky udhëkryq në hyrje të Sarajit mbetet problematik për pjesëmarrësit në komunikacion. Për zgjidhjen e tij ishte paralajmëruar ndërtimi i një ure të re dhe një rrethrrotullimi, ndërsa kryetari i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, në muajin prill në emisionin Debat në Shenja, kishte bërë të ditur se tenderimi do të hapej brenda 2 deri në 3 javësh. Dhe ja, një lem ekskluziv për emisionin e juaj, jo më larg se dje ishim në një takim të përbashkët me kryetarin e qytetit të Shkupit dhe se brenda mos them ditësh, brenda këtyre 2 javëve 3 bëhet hapja e tenderimit për urën e re dhe rrethrotullimin në Saraj. Do me thonë, nuk bëhet rrethrotulimi në urën ekzistuese, diku 100-150 metra më lart, dhe kjo tjetë një lem ekskluziv për emisionin e juaj. Do me thonë, ati problemit të kamotshëm të banorëve të Sarajit i vije zgjidhja. Por muaj më vonë, projekti ende nuk ka hyrë në fazën e punimeve. Ndërkohë, udhëkryqi ku pritet të ndërtohet rrethrrotullimi është një prej vendeve më të rrezikshme për shoferët që duan të kyqen nga rruga Panajot Ginovski në bulevardin Gjorgje Petrov. Qytetarët thonë se shoferët që vinë nga Kondova dhe fshatrat e tjera përreth e që duan të lidhen në udhëkryqin që çon drejt Sarajit kanë vështirësi të mëdha dhe shpesh ndodhin edhe aksidente. Ndërkaq, për të mësuar se në cilën fazë ndodhet projekti dhe kur pritet të nisin punimet, kërkuan përgjigje nga komuna e Sarajit dhe qyteti i Shkupit, por deri më tani nga asnjëri prej institucioneve nuk morën përgjigje. Vapa e madhe këtyre ditëve pu shkakton probleme të ndryshme qytetarëve. Mjekja Stefane Belcishta theksoi se si pasojë e temperaturave të larta ndikon negativisht tek personat me diagnoza kronike me sëmundje kardiovaskulare, respiratore si astma dhe diabeti. Më të rrezikuarit janë fëmijët të cilët për shkak të moshës dhe fazës së zhvillimit mund të dehidrohen më shpejt. Temperaturat e larta kanë përfshirë kryeqytetin duke e bërë të vështirë përditshmërinë e qytetarëve. Në ndjellin përvolues rrugët janë më të qeta ndërsa shumë banor kërkojnë freski dhe shmangin dalje gjatë orëve më të nxehta. Vapa e madhe po ndikon jo vetëm në lëvizjen e qytetarëve, por edhe në aktivitetet e tyre të përditshme. Mjekja Stefane Belcishta theksoi se si pasojë e vapës së madhe tek njerëzit me diagnoza kronike, me sëmundje kardiovaskulare, respiratore, si astma dhe me diabetin, temperatura e lartë mund të ndikojë shumë negativisht. Kemi raste shumë me tensionin lart që vinë deri në insulte, sëmundjet si infarte të pacientët, para infartit mund të kemi të ata persona, me sëmundjet nefrologjike kemi parametrat e kreatinini dhe urea hypën në shifra të larta, për shkak të dehidrimit, nuk pinë langje sa duhet ata pacient dhe kanë probleme me veshkët, edhe kanë dhimbje të mëdha dhe paraqiten ke neve. Belcishta tha se temperatura e lartë nëse është 38 ose 39 gradë Celsius, pacientët mund të jenë më të lodhur, kanë plogështi dhe tharje të gojës. Nëse janë ta temperaturët të larta, nuk është patjetër shushme të dalin jashtë në natyrë, ata duhet të rinë në vende të freskëta, në hije, ma tepër, edhe të kenë me vete ujin sa ma tepër me konsumu ujë.
edhe nëse kanë terapin që e marrin zhe, ta kenë me vete atë terapin me vete. Mjekja paralajmëron se temperaturat e larta mund të paraqesin në rrezik veçanërisht për fëmijët, të cilët për shkak të moshës dhe fazës së zhvillimit mund të dehidratohen më shpejt. Sa u përket të rriturve, mjekja thekson se mund të shfaqen simptoma si temperatura e brendshme dhe përgjumja, ndërsa rekomandon konsumimin e shtuar të ujit dhe lëngjeve për të parandaluar dehidratimin. Gjithashtu, ajo rekomandon qytetarët nëse dalin në vapën e madhe të vendosin kapele dhe të veshin rroba të pambukut me ngjyrë të hapur. Agjencia për Ushqim dhe Veterinari njoftoi se javën e kaluar në pikën kufitare Bllac është parandaluar importi 2 dërgesave me gjithsej 27.520 kg qumësht UHT nga Kosova për shkak të pranisë aflatoxinës mbi përqendrimet maksimale të lejuara. Nga AUV bëjnë të ditur se qumështi ishte i destinuar për shitje në rrjetet e marketeve në vend, por për shkak të parregullsisë së konstatuar nuk është lejuar të dalë në treg. Të dyja dërgesat në mbikëqyrjen e veterinarit zyrtar janë asgjësuar në mënyrë të sigurt në deponin Drislla. Mostrat për analiza laboratorike të 2 dërgesave të pasigurta të qumështit janë marrë në kuadër të programit të monitorimit që shërbimet inspektuese të AUV-s zbatojnë në pikat kufitare për dërgesat e ushqimit me origjinë shtazore gjatë importit në vend, thuhet në njoftimin e AUV-s. Shtetasit e Maqedonisë së Veriut që janë regjistruar rregullisht në studimet e ciklit të parë ose të dytë, si dhe në studimet të integruara në institucionet shtetërore ose private të arsimit të lartë kanë të drejtë për ushqim të subvencionuar. Regjistrimi për ushqimet e subvencionuara të studentëve fillon me 26 gusht. Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se tashmë është e shpallur thirrja publike për aplikime për të drejtën e ushqimit të subvencionuar të studentëve për vitin akademik 2026-2027. Regjistrimi për ushqimet e subvencionuara të studentëve fillon më 26 gusht. Shtetasit e Maqedonisë së Veriut, që janë të regjistruar rregullisht në studimet e ciklit të parë ose të dytë, si dhe në studimet të integruara në institucione shtetërore ose private të arsimit të lartë, kanë të drejtë për ushqim të subvencionuar të studentëve. Një kusht shtesë është që studenti të mos ketë të ardhura mujore në asnjë bazë më të lartë se paga minimale neto në vend për vitin aktual, ndërsa theksohet se regjistrimi vijon në mënyrë elektronike. Regjistrimi bëhet elektronikisht përmes platformës Mash, ku kandidatët do të duhet të plotësojnë kërkesën për fitimin e të drejtës së ushqimit të subvencionuar të studentëve dhe deklaratën e saktësisë së të dhënave të futura dhe të ngarkojnë dokumentet e nënshkruara në aplikacionin elektronik. Afati i fundit për aplikim për studentët që tashmë kanë statusin e studentit, si dhe ata që do të regjistrohen në vitin akademik 2026-2027, është nga 26 deri më 31 gusht 2026. Ndërka që duke filluar nga tetori, nga Ministria lanë të ditur se aplikimi do të bëhet nga data 1 deri më 5 të çdo muaji gjatë vitit akademik. Kjo vlen për studentët që nuk e kanë ushtruar të drejtën e tyre pas thirrjes publike, si dhe për ata të cilëve u ka pushuar e drejta për shkak të mospërmbushjes së ndonjërit prej kushteve dhe më vonë i kanë përmbushur përsëri kriteret. Ndërkohë, studentët që ushtrojnë të drejtën e tyre për një vakt të subvencionuar do të fillojnë të marrin fondet në muajin pas atij në të cilin kanë aplikuar. Vakti subvencionuar i studentëve është 140 denar në ditë, fondet të destinuara për blerjen e ushqimit të përgatitur. E drejta mund të përdoret nga e hëna deri të shtunën dhe shuma e papërdorur gjatë javës mbetet e disponueshme në llogari deri të shtunën. E drejta nuk mund të përdoret në periudhën nga 1 korriku deri më 1 tetor, si dhe gjatë festave zyrtare dhe ditëve të tjera jo pune. Siç raportohet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, afati dhe mënyra e tërheqjes së kartave do të shpallet më vonë. Informacione shtesë mbi kushtet dhe mënyrën e aplikimit janë të disponueshme në thirrjen publike të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti gjatë prezantimit të raportit për mbledhjes të Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur lidhur me gërmimet e zhvilluara në 3 lokacione në komunën e Zubin Potokut,
ku janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin së paku 23 personave. Ka thënë se ky numër përkon me atë që njihet si grupi intelektualeve. Sipas Kurtit, tashmë ka nisur faza e identifikimit, proces që mund të marrë kohë disa muaj. Ai ka kërkuar nga faktori ndërkombëtar që të shtojë trysni ndaj Serbisë për zbatimin e deklaratës për personat e zhdukur me dhunë të dakorduar në Bruksel më 2 maj 2023, si dhe për hapjen e arkivave shtetërore që mund të ndihmojnë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Numri 23 përkon me atë që njihet si grupi I intelektualëve, të cilët me 19 prill të vitit 1999 u ndaluan, u rrëmbyen dhe u pushkatuan nga forcat armike të Serbisë, që u përpoqën të fshehin dhe të zhdukin gjurmët e këtij krimi gjenocidal. Por procesi I identifikimit në tërësi mund të marrë edhe disa muaj kohë. Andaj vetëm atëherë do të mund të flasim me saksi të plotë se për kë bëhet fjalë dhe bashkë me familjet të japim një lamtëmirë dinjitoze dhe nga një varr me emër e mbiemër. Kina paralajmëroi këtë të hënë se sanksionet dhe presioni nuk I zgjidhin mosmarrëveshje, duke u zotuar të ndërmarrë hapat e nevojshme për të mbrojtur interesat e saj, ndërsa SBA-ja përgatitet të vendosë një paketë të gjerë sanksionesh ekonomike ndaj Iranit dhe partnerëve të tij tregtar. Zëdhënësi I Ministrisë të Jashtme kineze Lin Zhan u tha gazetarëve në Pekin se sanksionet dhe taktikat e presionit çojnë në përshkallëzim, duke theksuar se përshkallëzimi nuk I shërben interesave të askujt. Kina u bën thirrje palëve të veprojnë në mënyrë racionale dhe të përmbajtur dhe të shmangin ndërmarrjen e çdo mase që mund të përshkallëzojë më tej tensionet ose të godasë rritjen ekonomike globale dhe stabilitetin financiar, ka thënë Lin. Raportuesja speciale OKB-s Francesca Albanese bëri thirrje të dielën për një plan të mbrojtjes ndërkombëtare në bregun perëndimor të pushtuar kucin lindor dhe Gazën, duke thënë se një vendosje e tillë është absolutisht urgjente. Shtetet e treta kanë një detyrim, sipas GND-s, të veprojnë për t'i dhënë fund pushtimit të paligjshëm të Izraelit, ka shkruar Albanese në platformën amerikane të mediave sociale X, duke ju referuar një mendimi këshillimor të korrikut 2024 nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, që e konsideroi pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli të paligjshëm dhe tha se shtetet nuk duhet të ndihmojnë në ruajtjen e tij. Albanese gjithashtu vuri në dyshim nëse përpjekjet diplomatike të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres dhe mekanizmi I Bashkimit për Paqe I Asamblesë së Përgjithshme mund të kapërcejnë bllokimin e Këshillit të Sigurimit mbi konfliktin. Një grup I armatosur ka publikuar një video që tregon rreth 600 gra fëmijë dhe të moshuar të cilët sipas banorëve vendas u rrëmbyen gjatë një sulmi ndaj një xhamie në shtetin e Nigerit në zonën gjeopolitike veriqendrore të Nigerisë. Videoja u postua të dielën në Facebook dhe WhatsApp dhe tregon shumë njerëz të ulur në një zonë të pyllëzuar, të rrethuar nga burra të armatosur. Në sfond dëgjon shumë fëmijë duke qarë. Reuters nuk ishte në gjendje të verifikonte në mënyrë të pavarur vërtetësinë e videos. Rrëmbimet masive për shpërblim janë të zakonshme në pjesë të Nigerisë veriperëndimore dhe veriqendrore, ku bandat e armatosura rënd kryen shpesh bastisje në fshatra dhe shkolla si dhe në autostrada. Videoja u shfaq 2 ditë pasi personat e armatosur sulmuan besimtar në një xhami në fshatin Dekara gjatë lutjeve të së premtes dhe rrëmbyen banorët në bastisje të njëkohshme në disa komunitete. Ky ishte lajmi I fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.